Me zemër të gëzuar dhe plot mirënjohje, ju përshëndes edhe unë sot në hapjen e këtij simpoziumi të rëndësishëm, kushtuar një prej momenteve më themelore në historinë e Kishës. Koncilit të parë të Nikes, mbajtur në vitin 325. Në mënyrë të veçantë, përshëndetja dhe përqafimi im vëllazëror në Krishtin është për kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturinë e tij, Joanin. Faleminderit, fort lumturi. Përshëndes të ngarkuarin me punë, të sëlisë shenjtë, im Zot Jonus Strezhak, vëllezërit dhe motrat e dy kishave tona, si dhe studiues, teolog, historian dhe të gjithë ju të pranishëm. Dëshiroj këtu së bashku me ju të shpreh një lutje dhe falënderim të përzemërt ndaj të paharruarit fort lumturisë së tij Anastasit, i cili sot pushon në paqen e Krishtit të ringjallur. Kur, me 29 korrik të vitit të kaluar, biseduam për këtë simpozium, u gëzua dhe krijoi mundësitë që të fillonim organizimin e tij, që sot këtu po kurorëzojmë me fort lumturinë e tij Joanin. Kjo ngjarje e përmbledh në vetvete jo vetëm një përpjekje të thellë akademike, por mbi të gjitha një dëshmi të vërtetë bashkëpunimi ndërkishtar, në një frymë vëllazërore që na nxit të rizbulojmë rrënjet e përbashkëta të besimit tonë. Ky përvjetor i Nikes përkon me një vit të madh jubilar dhe përbën një gur themeli në udhëtimin e Kishës dhe gjithashtu të gjithë njerëzimit, sepse besimi në Jezusin, birin e Zotit, që u mishërua për ne dhe për shpëtimin ton, u formulua dhe u shpall si dritë që ndriçon kuptimin e realitetit dhe fatin e gjithë historisë. Kisha vijon t'i përgjigjet kështu ftesës së apostullit Pjetër: adhuroni Zotin, Krishtin në zemrat e juaja, duke qenë gjithmonë të gatshëm t'i përgjigjeni kujtdo që u pyet për arsyen e shpresës që është në ju. E sot kjo është tentativa jonë. Konteksti historik dhe politik i asaj kohe, të fillimit të shekullit të 4, përbën një pikë kthesë vendimtare për historinë e krishtërimit dhe të perandorisë romake. Pas dekadash persekutimesh që kulmuan me editin e Milanos 313, të nështruar nga Konstantini dhe Lici, i cili garantoi lirinë e besimit dhe të krishterët, situata e re politike kërkonte një ekuilibër të ri. Konstantini, pasi u bë perandori vetëm pas fitores ndaj Licit, në vitin 324 e njohu krishtërimin jo vetëm si një fe, por edhe si një element unifikues për perandorinë. Megjithatë, Kisha ishte ende e përqarë nga tensionet të brendshme teologjike, liturgjike dhe disiplinore. Kërcënimi më i madh përbëhej nga doktrina ariane, e cila vinte në dyshim hyjninë e plotë të Krishtit, që është element themelor i fesë së krishterë dhe si rrjedhoi është identiteti komunitar dhe soteriologjik pra shëlbues. Për këtë arsye, Konstantini nxiti një asemble të madhe kishtare, që të mund të rivendoste unitetin doktrinal dhe të shmangte ndarjet që mund të dobësonin perandorinë. Në vitin 325, Konstantini thirrri pikërisht këtë mbledhje të përgjithshme të i përzhvive nga e gjithë perandoria. Zgjedhja e qytetit në perëndim të Azisë së Vogël ishte strategjike për shkak të qasjes së lehtë. Në mbledhje e morën pikërisht pjesë, siç e tha fort lumturia, 318 i përzhvi, kryesisht nga zona lindore, por ishin të pranishëm edhe delegat nga perëndimi përfshirë legatin e Papës Silvestrit të parë, edhe sepse vetë Papa nuk mori pjesë personalisht. Koncili u kryesua nga Osio i Kordovës, dhe në të morën pjesë figura të rëndësishme si Anastasi, atkoh diakon në Aleksandri, Ezoebi i Cezares. Në qendër të koncilit ishte çështja e natyrës së birit me lidhjen me Atin. Pjesëmarrësit u përmballën pikërisht me një pyetje themelore: si të shprehej në mënyrë të saktë dhe ortodokse marrëdhënia nëpërmjet dy personave hyjnor. Pozicionet ndaheshin kryesisht në dy grupe: arianët, të cilët pohonin se biri ishte një krijesë dhe jo Zot me të njëjtën esencë; ortodoksët, të cilët pohonin se biri është homoousios, bashkëqënës me Atin, do të thënë i së njëjtës substancë dhe natyrë hyjnore. Pikërisht është termini homoousios që do jetë vendimtar. Bëhej fjalë për një term që kishte qenë i pranishëm në disa kontekste teologjike, por që nuk ishte përdorur kurrë zyrtarisht nga e gjithë Kisha. Futja e këtij termi ishte vendimtar,
Kjo shprehje thekson të identitetin thelbësor midis Atit dhe Birit, duke riafirmuar hyjninë e plotë të Krishtit, ku veçanërisht këtu dallua figura e Anastasit për vendosmërinë dhe qartësinë e mbrojtjen e kësaj pozite, duke u bërë kyçe dhe lëvizjes ortodokse. Koncili përpiloi atë që quajmë pikërisht besorën, besojmë, që shprehet në mënyrë të qartë dhe të strukturuar mbi misterin trinitar, duke u këndërvënë linjes së arianizmit dhe duke përfshirë si pika kryesore që Jezusi është i lindur e jo i krijuar, se ai është hyj prej hyjit, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyjit të vërtet, i bashkëqenies me Atin. Njohja se gjithçka është krijuar nëpërmjet tij dhe se ai për njerëzit për shpëtimin ton zbriti nga qielli. Kjo besore nuk është vetëm një dokument teologjik, por u bë një formulë liturgjike dhe katekistike, themeli i besimit të përbashkët në mbar kishën edhe sot. Përveç aspekteve doktrinore, Koncili i Nikes trajtoi edhe tema disiplinore kishtare. Pikërisht u rregullua kozgjatja dhe mënyra e kremtimit të agjerimit në kohën e kreshmeve, duke harmonizuar traditat e ndryshme, u vendosën kritere më të rrepta për emërimin dhe disiplinimin e i peshqvive dhe meshtarve për të garantuar korrektësinë morale dhe doktrinore të klerit. U morën vendime për integrimin e krishterëve që gjatë persekutimeve kishin mohuar fen, lapsit, duke përcaktuar mënyrat e pendesës dhe të pajtimit. Këto masa kishin për qëllim forcimin e koezionit të brendshëm dhe ndërtimit të një strukture krishtare më të qëndrueshme dhe të dallueshme. Koncili vendosi themelet për ortodoksinë trinitare. Ne e dim që arianizmi pastaj nuk u zhduk me njëherë. Në dekadat që pasuan polemika vazhdoi me perandor dhe i peshqvi që herë pas here mbështetnin tendenca ariane. Në Koncilin e Konstantinopojës, në vitin 381, do kemi atëherë këtë besojmë ku u konfirmua dhe u zgjerua besojmë nikeane, duke përfshirë formulimin më të plotë për shpirtin e shenjtë dhe duke mbyllur fazën kryesore të polemikave rreth trinisë. Rëndësia e Nikes mbetet vetimtare për përcaktimin e besimit të krishterë, i cili nga ai moment fitoi një gjuhë teologjike të përbashkët dhe detyruese për gjithë kishën. Në mendimin teologjik modern, Koncili i Nikes interpretohet si një shembull paradigmatik se si kisha mund të përballet me sfida doktrinale dhe kulturore pa humbur identitetin e saj. Në këtë koncil dallohet rëndësia e dialogut nëpërmjet fesë dhe arsyes, roli i autoriteteve kishtare në dallimin e së vërtetës në mënyrë komunitare, dimensioni baritor i besojmë, e cila nuk është thjesht një pohim intelektual, por një shpallje jete dhe shpëtimi. Për më tepër, Nikea përfaqëson një model të bashkëjetesës midis autoritetit shpirtëror dhe pushtetit civil, një temë që mbetet aq aktuale edhe sot. Sot, pas 1700 vjetësh, mund të dallojmë në mënyrë të qartë se si Koncili ofron shumë mundësi reflektimi për kishën dhe shoqërinë e sotme, në një botë të karakterizuar nga ndërlikime kulturore, pluralizëm fetar dhe sfida shpirtërore. Në një epokë ku fragmentimi është në rritje, si brenda të krishterëve po ashtu dhe në shoqëri, mesazhi i Nikes kujton rëndësinë e një qendre uniteti të bazuar në fenë e përbashkët. Përvoja e Nikes fton të kultivohet një dialog i respektueshëm, por i vendosur për çështjet themelore në mënyrë që dallimet të mos bëhen shkak për përçarje, por mundësi për pasurim dhe dëshmi të përbashkët. Përkufizimi i Nikes mbi natyrën hyjnore dhe njerëzore të Krishtit nxjerr në pa vlerën e një mendimi teologjik që ballafaqohet me realitetin dhe arsyen njerëzore. Sot, në një botë të dominuar nga shkenca dhe teknologjia, ne si të krishterë jemi të thirrur të ruajmë këtë ekuilibër, duke treguar se feja dhe arsyeja nuk përjashtojnë njëra tjetrën, por plotësohen në kërkimin e të vërtetës përfundimtare dhe kuptimin e jetës. Ashtu si në shekullin e 4 dhe sot, kisha përballet me herezi ose ide që rrezikojnë me ideologjitë e tyre të shtrembërojnë fenë e vërtet, nga relativizmi teologjik tek indiferentizmi fetar, nga materializmi tek sinkretizmi. Ky koncil na mëson domosdoshmërinë e vigjilencës doktrinale të një formimi shpirtëror të thellë për ruajtjen e integritetin e fesë, për ta transmetuar besnikërisht tek brezat e ri që vijnë.
Nikea shënon një moment në cilin Kisha dhe Perandëria Romake nisën një bashkëpunim që do të ndikonte shekujt pasues. Sot në një botë të globalizuar, të shekularizuar, kjo marrëdhënie është më komplekse dhe kërkon dallim të kujdesshëm. Koncili na nxit të reflektohet se si Kisha mund të ndikojë pozitivisht në shoqëri, duke promovuar drejtësinë, paqen dhe dinjitetin njerëzor e duke ruajtur njëkohësisht autonominë e saj shpirtërore. Së fundmi, ripohimi i hyjnisë së Krishtit në Nike nuk është vetëm një çështje teologjike, por një thirrje për kthim personal, për një jetë në kungat së bashku. Në kohën tonë të shënuar nga individualizmi dhe krizat e esensit të jetës, besimi në Krishtin që është i një natyre me atin, nafton të rizbulohet themeli i shpresës së krishterë dhe të jetohet një kungat autentike me Zotin dhe me vëllezërit nëpërmjet Krishtit, siç shkruante Shën Agostini dhe siç e ka në motën e tij Papa Leoni XIV, in illo uno unum, në të vetmin Krisht jemi një, kundërsa pikërisht komenton Psalmin 107, thekson se ndonse ne të krishterët jemi shumë, në të vetmin Krisht ne jemi një. Koncili Nikes, duke pohuar se biri është i njëjtë në esencë me atin, nxjerr në pa diçka thelbësore. Në Jezusin ne mund të njohim fytyrën e Zotit dhe të njëjtën kohë edhe fytyrën e njeriut, duke zbuluar se jemi bij në birin dhe vëllezër në njëri tjetrin. Një vëllazëri e rrënjosur në Krishtin që bëhet për ne një detyrë etike themelore. Ky simpozium është një takim shumë i çmuar gjatë këtij viti jubilar për të ushqyer dhe thelluar besimin e besimtarëve duke u nisur nga figura e Jezusit. Të ofrojë gjithashtu shtytje dhe reflektime të dobishme për një paradigmë të re kulturore dhe shoqërore. Të frymëzuar pikërisht nga njerëzimi i Krishtit, sot në një botë të ndërlikuar dhe shpesh të paralizuar, tragjikisht të shënuar nga konflikte dhe dhunë, dashuria e Zotit që zbulohet në Krishtin dhe na dhurohet në shpirtin e shenjtë, bëhet një thirrje për të gjithë, që të mësojmë të ecim në vëllazëri dhe të jemi ndërtues të drejtësisë dhe të paqes, ashtu siç ka ditur e të vlerësoj vëllazërinë tonë edhe Papa Francesku me vizitën e tij në Shqipëri. Vetëm në këtë mënyrë mund të mbjellim fara shprese aty ku së bashku jetojmë dhe me çdo që takojmë. Ja besojmë këtë ditë, por edhe gjithë misionin tonë si të krishterë, nënës së të Nzot, Theotokos, që ashtu siç foli Papa Leoni XIV në fillim të misionit të tij, të dimë të jemi në këtë kohë tharmi i vogël i unitetit, i kungatës, i vëllazërisë. Kjo është ora e dashurisë. Si vëllezër të duam njëri tjetrin midis nesh. Faleminderit.